vendosa që të bëj një lidhje të shkurtër me ju pikërisht tani në këtë fragment kohe të lirë që mund ta gjej, por mos ta humbisnim komunikimin tonë të përbashkët. Është e rëndësishme mos ta humbasim komunikimin tonë të përbashkët. Të paktën për mua, sepse ju e dini që sikur se ju kam thënë, prej se jam bërë 16 vjeç, sfida ime ka qenë dhe mbetet të jem njëri që merr përgjegjësi publike pa fonde publike. Merr përgjegjësi publike pa para publike. Merr përgjegjësi publike pa pagesë publike. Madje merr përgjegjësi publike edhe pa vlerësim dhe pa mirënjohje publike. E bëj sepse dua të qëndroj thelbësisht besnik karakterit tim, por dhe thirrjes që unë mendoj dhe besoj se Zoti ka dhënë në mua. Luftoj të jem zë publik edhe atëherë kur të gjithë më thonë se duhet hesht. Luftoj të jem folës i vërtetës edhe atëherë kur të gjithë më thonë se ajo që po them unë është përçartje, është marrëzi, mbart emocione të ngatruara. Secili vë emrin e vet, secili emërton si do vetë, si di vetë, sipas mendjes e mides vet. Po për mua kjo ka pak rëndësi. Ajo që mundem t'ju them sot është se unë ndjej të rëndësishme që çfarë është thirrje në mua të kthehet edhe në ndjeni publike, sepse besoj, sinqerisht e besoj, që vetëm kështu unë mund t'jap shërbes publike. Po pse duhet t'jap unë shërbes publike? Po sepse jam baba. Jam baba i 2 djemve, të cilët kam vendosur t'i rris si shqiptar krenar, si shqiptar të mirë, dhe t'i rris në këtë vend, t'i rris në Shqipëri. E përridhoj, mua nuk më lejohet që të toleroj që në këtë vendin tonë të molepset, apo të ngatrohet, apo të dëmtohet, apo të cënohet, apo të lëndohet çdo pjesës e këtij vendi. Madje çdo pjesës e shpresës që duhet të lëvroj, duhet gëloj në këtë vend. Ndonjëherë për t'i thënë gjërat e mia, ndonjëherë për të guxuar për të thënë vërtetën, duhet të shkosh edhe kundër rrymës, të shkosh krejtësisht kundër rrymës. Tani vetë ju, që kur unë nisa këtë rrugën e dija që isha kundër rrymës, sepse kush i ka patur shumicat në Shqipëri? Kush i ka patur shumicat në Shqipëri? PS, PD, LSI. Por e qëndrojmë tek PS, PD. Kush i ka patur shumicet në Shqipëri? Pra çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që nuk është se vendimi im për të dalë i veçuar ka qenë një vendim i cili do duhet merrte në konsiderat çfarë mendon shumica, çfarë beson shumica. Sepse po t'ishte ashtu, atëherë asgjë s'do duhet ndryshonte. Shumica e shqiptarëve prej vitit 1944 e këtej gjithmonë kanë zgjedhur Partinë e Punës, Partinë Socialiste, Partinë Demokratike dhe LSI-n.
Dhe në qoftë se njerëz si unë, por dhe shumë të tjerë si unë, herë me zë të lartë, herë me zë të ulët, herë në përplasje, herë në heshtje, do të kishim heshtur, atëherë asgjë do të ndryshonte në këtë vend. E vetmja mënyrë që gjërat të ndryshojnë në këtë vend është që të ketë njerëz cilët guxojnë ta thonë vërtetën edhe kur shumica e mendon kundër apo ndryshe. Por unë kam dalë kundër shumicës që ditën e parë që vendosa të jem ky që jam. Unë kam dalë kundër shumicës që ditën që vendosa të isha përballë PS-s, PD-s dhe LSI-s. Pra mos u habisni ju që unë jam aty ku isha. Askush mos të habitet pse unë jam aty ku isha. Që ditën e parë që kam vendosur të flas të vërtetën në këtë vend, unë e dija që isha përballë shumicës. Dhe kjo gjë është një e vërtet e konfirmuar historikisht, antropologjikisht, sociologjikisht, kulturalisht, politikisht dhe elektoralisht. A është e vërtet që shumicat në Shqipëri prej vitit 1944 e deri sot kanë zgjedhur gjithmonë Partinë e Punës, Partinë Socialiste, Partinë Demokratike dhe LSI-n? A është e vërtet apo e gënjeshtër kjo që po them unë? A është e vërtet apo e gënjeshtër kjo që po them unë? Pra, a është e vërtet që shumicat në Shqipëri prej vitit 1944 e deri sot kanë zgjedhur Partinë e Punës, Partinë Socialiste, Partinë Demokratike dhe LSI-n, 4 parti dhe 6 lider: Enver Hoxha, Ramiz Alia, Fatos Nano, Sali Berisha, Ilir Meta, Edi Rama. A është e vërtet apo jo? Atëherë, në momentin që një njeri si unë, po dhe shumë të tjerë, dhe nuk jam mohoj askujt të gjë, por po flas në këtë rast për veten time. Në momentin një njeri si unë vendos ta denoncoj këtë realitet politik, t'i dalë përballë këtij realiteti politik, t'i dalë përballë kësaj mënzyre politike që na ka marrë peng dhe na ka mjeruar prej 44-s e këtej, sigurisht që unë e di që jam kundër shumicave. Sigurisht që unë e di që jam përballë shumicave. Pse ju mendoni se unë kam iluzionin që jam unë shumica? Ju mendoni që kam patur unë një iluzionin që jam unë shumica? Po jo, mëse unë po ta kisha atë iluzion, do duhet ta mendoja veten mbi Gjergj Kastriotin, mbi Faik Konicën, mbi Gjergj Fishtën, të cilët vuajtën për me i bashku shqiptarët dhe ndër të gjithë ata, i vetmi që arriti t'i bashkoj ishte Gjergj Kastrioti. Dhe para 600 vjetëve. Dhe pas ti, asnjë i mirë, asnjë i urtë, asnjë i ditur, asnjë trim, pra jo i fortë, jo cub, trim i ditur, trim me mend, nuk ka arritur t'i bashkojë dot shqiptarët, se shqiptarët gjithmonë kanë zgjedhur cubat, të fortët, korrat, xhambazët, kaçakët. Asnjë i mençur, asnjë i ditur, asnjë trim nuk ka arritur t'i bashkojë dot shqiptarët në 600 vite. Asnjë.
Prandaj Gjergj Kastriot Skënderbeu mbetet hero mbi herojnë. Hero ende i vetmuar në madhështinë dhe mrekullinë e tij. Prandaj kur ju vini këtu dhe më dëgjoni, ju lutem, mos jeni me fraza populli, rinia, është populli aty, është rinia aty, është populli, është rinia. Jo, se s'më takojnë mua këto fraza. Këto fraza ja thoni të gjithë vetvetes, dilni para pasqyrës dhe shihni vetveten. Shihni vetveten, të dashur qytetarë shqiptar, dilni para pasqyrës dhe shihni vetveten. A kishit këllqe pa turm të flisnit? A kishit këllqe pa turm të flisnit? A do keni këllqe të flisni kur mos të ketë më turm? Se unë kam folur i vetmuar përballë Fatos Nanos, Sali Berishës, Ilir Metës, Edi Ramës. Kam folur i vetmuar përballë oligarkëve, përballë grupeve kriminale, përballë mafjes farmaceutike. Kam folur i vetëm, do vazhdoj të flas i vetëm dhe do të jem pa turm dhe kur turma të ik, prap duke folur i vetëm. Ndaj sfid me mua, ju lutem mos bëni. Ju lutem. Kam kaq ditë që përpiqem t'ju shpjegoj dy gjëra të thjeshta. Pikës pari, unë nuk jam anti, nuk jam kundër asgjëje. Pra nuk jam përjedhoj as anti dhe as kundër revolucionit. Sepse unë kam refuzuar që edhe kur njerëzit ma kërkonin prej emocionit tyre që ta deklaroja veten time apo LRE-n si parti anti-sistem, kam thënë jo. Arjan Galdini dhe LRE nuk jemi anti, nuk jemi kundër dikujt. Ne jemi për, ne jemi pro. Kjo ka qenë lufta ime 6 vjeçare e përditshme. Edhe si kryetari i LRE-s, edhe sot si ish kryetari i LRE-s. A nuk është e vërtet që gjithmonë ju kam thënë, ju lutem, mos kërkoni nga unë dhe nga LRE që të deklarohemi anti-sistem, anti-kundër, anti-këti, anti-ati, anti-atyre, kundër këtyre, kundër atyre. Më keni dëgjuar ndonjëherë mua ta them unë fjalën anti-kundër? Më keni dëgjuar ndonjëherë mua ta shpall veten time apo LRE-n anti-sistem, madje përkundrazi? Unë kam urryer atë frazë. Se asnjëherë nuk kam menduar që një kombi, një shoqërie, apo edhe një individ i vjen e mira duke qenë kundër dikujt apo kundër diçkaje. Unë gjithmonë kam menduar që të qenurit kundër dikujt apo kundër diçkaje, të qenurit kundër pra, veprimi kundër pra, reaktiviteti, sigurisht që prodhon energji negative. Po nuk prodhon kur të mirë. Kur. Nëse don me ndërtu të mirë, do t'jesh për, pra do të flasësh për çfarë je ti. Për, pro, për çfarë je ti, për kujt je ti, për çfarë ideve, për cilave ide. Dhe unë këtë jam përpjekur të them me këmbgulje nga dita e parë që kam nisur të flas si zë publik e deri sot. Pra nuk jam unë as kundër, as pro protesta apo revolucionit. Ama një gjë dua t'ja kërkoj sot në mirë kuptim. Do t'ju kërkoj një mirë kuptim. Ju lutem, të bijem dakord për diçka.
Secili ka të vërtetën e vet. Secili ka të vërtetën e vet. Secili ka mendjen e vet dhe kohën e vet dhe kuptueshmërinë e vet. Por rrjedhoj, le ta quajmë mundësia e shkëputjes. Pra, kush nuk beson tek e vërteta ime, s'më ndjek mua. Nuk më dëgjon mua. E para. Kush nuk beson tek koha ime, nuk më dëgjon mua, nuk më ndjek mua. Kush nuk beson tek fjalët e mia, nuk më dëgjon mua, nuk më ndjek mua. Pra, shkëputuni me gisht, bëni scroll. Bëni scroll. Dakord? Se nuk bën sens ti tregosh tjetrit ndërsa ai flet me fytyrën e tij, me fjalët e tij, me energjinë e tij, në faqen e tij. Nuk bën sens dhe nuk bën kuptim ti tregosh se ti nuk beson tek fjala e tij apo tek koha e tij. Nuk bën sens, s'ka kuptim, është humbje kohe. Scroll. Please, scroll. Move. Please, move. Kaq e thjesht është. Dhe paqe me të gjithë. Kush don me e dëgju fjalën time, kush don me e dëgju dhe me e kuptu fjalën time, ka mirësinë të kuptoj atë që unë e kam thënë pa pushim. Spari, unë ndjej detyrimin që të flas të vërtetën time sipas meje. E sigurisht që sipas meje. Unë nuk mund të flas të vërtetën sipas të tjerëve. Kjo nuk do mend, kjo nuk do lapse kalem, kjo nuk do filozofi. Unë nuk bëhem zëdhënës si të vërtetave të tjerëve. E kuptoni diferencën? Pra, unë nuk jam zëdhënës. Dal për të folur të vërtetën sipas meje. Pa diskutim. Dhe dal për të folur vërtetën sipas meje, pa ja imponuar askujt, pa ja detyruar askujt, se nuk kam as mjetet me dasht me ja imponu dikujt. As mjetet, por as dëshirën, as mentalitetin. Për mua, demokracia është që secili beson atë që do. Secili beson atë që do, atë që mundet, ashtu si do dhe ashtu si mundet. Kjo është mënyra si unë e shoh, e kuptoj dhe e mendoj botën. Ama e kemi detyrën, e kemi detyrimin të gjithë së bashku, që të marrim përgjegjësi publike. Çdo të marrësh përgjegjësi publike, do të thotë që nëse ti je qytetar në një vend ku ndodhin pa drejtësi, nuk është zgjidhje heshtje. Se nuk ndryshon asgjë nëse ti hesht. Është zgjidhje shumë e keqe pranimi, sepse po e pranove të keqen, pastaj ajo të pushton ty. Dhe është zgjidhje shumë e keqe pastaj implikimi. Në përgjithësi qytetarët shqiptar prej 44 se këtej kanë zgjedhur ose heshtjen dhe janë ndjerë të mirë, të ndershëm, ose pranimin, ose implikimin. Kaq e thjesht është. Kështu që jo vetëm që nuk kanë bërë shërbim publik, por me apo pa dashje, dhe këtu nuk dua të jem akuzativ, gjithsesi, por me apo pa dashje kanë bërë dëm publik. Kur ti hesht para skeqes, para të ligjve, para padrejtësive, ose kur ti e pranon kokulur
të keqen, padrejtësinë, ligësinë që vjen mbi ty. Apo më keq akoma, kur ti implikohesh për përfitim me të keqen, ti ke bërë dëm publik. Atëherë, kush ka qenë zgjedhja ime si person, si Arjan Galdini? Kam vendosur mos të hesht, kam vendosur sigurisht ta refuzoj, ta pranoj dhe ta neveris implikimin me të keqen. Dhe normal që në momentin që unë kam vendosur të flas, kam marrë kosto, sepse e keqja gjithmonë bëhet agresive. Por e keqja nuk bëhet thjesht agresive në strukturë. E keqja bëhet agresive edhe sepse ata që kanë heshtur, ata që e kanë pranuar dhe ata që janë implikuar me të keqen, të shohin ty si pasqyrë ku duket vetja shumë të shëmtuar dhe duan të thyejnë. Pra, mbi mua vjen edhe struktura e të ligjve, por vjen edhe skuthëria juaj, të dashur shqiptar. Se nëse keni heshtur deri dje, nëse keni pranuar të keqen e heshtje deri dje, apo jeni implikuar me të keqen deri dje, sigurisht ju nuk e duroni dot kryelartësinë time, që kam folur duke mbajtur mbi shpatullat e mia gjithë poshtërsinë dhe ligësinë e regjimit, por dhe skuthërinë tuaj. Dhe pikë. Dhe pikë. Është skuthëria juaj që ushqen regjimet, të dashur qytetarë. Unë nuk jam kundër jush, por është skuthëria juaj që i mban regjimet në këmbë, që i fuqizon, që i ciklon, që i riciklon, që u jep shanse të vazhdojnë. Është skuthëria juaj. Është skuthëria juaj. Pra sa më shumë skuthat jeni ju, sa më shumë skuthat jeni ju, aq më të fortë bëhen ata atje lart. Aq më të fortë bëhen ata atje lart. Dhe kjo është një vërtet që u duhet thënë. U duhet thënë. Në qoftë se unë do dilje që të pëlqeja njerëzve do shisja akullore, nuk do flisja të vërtetën. I dashur papi Pietri. Do shisja akullore, nuk do flisja të vërtetën, nëse do doja të pëlqeja të gjithëve. Në rregull. Kështu që ecim më tutje. Tu sqaroj të gjithë atyre që vinë me detyrë apo pa detyrë, me porosi apo me shërbes, me dije apo pa dije, me djeni apo pa djeni, me lista pyetjesh këtu. Nuk jam politikan. Nuk jam politikan. Nuk konkuroj për asgjë. Nuk konkuroj për asgjë. Si jam politikan, nuk konkuroj për asgjë. Nuk paguaj me taksat tuaja. Nuk jam paguar kur nga taksat tuaja. Si jam paguar kur me taksat tuaja. Nuk kam qenë kur në punë në shtet. Nuk kam qenë kur në punë në asnjë parti politike. Kështu që nuk kam asnjë detyrim të jap përgjigje asnjë pyetje. Dhe nuk kam detyrim fare publik, po kur them fare, të jap përgjigje asnjë pyetje. Dakor, kështu që kush ka dëshirë ndjek, kush s'ka dëshirë move.
scroll, move, scroll, move, scroll. Kështu që ecim përpara. Tani çfarë kam unë të rëndësishme për të risqaruar? Prej 24 marsit 2020 në këto komunikime live, por dhe më përpara, por sidomos prej 24 marsit 2020, unë ju kam përsëritur një refren gjithmonë. Ju kam përsëritur një refren gjithmonë. Cili ka qenë refreni? Që Rama, Berisha, Meta janë klubi i pleçkaxhinëve, janë xhambazët e Shqipërisë që na i la dhurat Ramiz Alia me Nexhmia Hoxhën dhe me George Sorosin, dhe janë në një marrëveshje për me mbajt peng Shqipërinë sa më gjatë të mundë. Dhe janë në një marrëveshje për me gjetë dy mekanizma. Ose ta prodhojnë vetë të renë që nëse punët u shkojnë keq, ta pasojnë topin tek të rinj që ata prodhojnë, ose nëse arrin të negociojnë gjërat mirë për veten e tyre dhe mund t'ja dalin të vazhdojnë, ta dështojnë të renë dhe të dekurajojnë shqiptarët duke dështuar të renë që ata e kanë nisur me projekt. E kanë nisur me projekt. Pra prej 24 marsit 2020 ju kam thënë këtë gjë. Prej 24 marsit. Dhe çfarë kam dash t'ju them me këtë? Që makineria politike e Rama, Berisha, Meta kishte fuqinë mediatike, oligarkike, financiare, logjistike, por dhe burimet njerëzore për me e lujt lojën si të donin ata. Asgjë nuk i pengonte. Asgjë nuk i pengonte. Asgjë. Dakor? Dhe kur ne krijuam LRE-n, ata krijuan nismëthurje të këtij avokatit të popullit, krijuan partinë e Josefinës, krijuan partinë e Myslymit dhe krijuan dhe partinë e Patozit. Dhe ndërkohë që LRE ishte e vetmja parti e re politike e lindur spontanisht nga ky komunikim live, dhe historinë ju e dini vetë sepse këtu ka nisur, këtu ka patur gjithë zhvillimin e saj. Mediat, si me porosi, thonin vetëm 4 parti të reja janë. Partia e avokatit popullit Shabës, partia e Patozit, partia e Lymit dhe partia e Josefinës. Madje jo vetëm mediat, por edhe anketimet, edhe sondazhet, por edhe më keq akoma, për herë të parë ka ndodhur si kur më parë në historinë e Shqipërisë pluraliste, që pasi ja dolëm ne të regjistroheshim në KQZ në zgjedhje, KQZ bën deklaratë zyrtare ku lexon emrat e partive të regjistruar në zgjedhje, ishin vetëm 12 parti. Vetëm 12 parti të regjistruar në zgjedhjet e 2021-shit. Dhe KQZ zyrtarisht lexon emrat e 11 partive, dhe kur vjen puna tek LRE e Arjan Galdinit, thot e tjerë, e tjerë. 12 parti ishin. Dhe kjo nuk është shpikje për ata që nuk e din, por është një fakt që ne e kemi diskutuar aty flak për flak. Janë videot, janë deklaratat e shtypit të KQZ-s
që e vërtetojnë këtë gjë të asaj kohe. Hera e parë që ndodhte një shkelje kaq flagrante nga KQZ-ja, hera e parë një shkelje kaq flagrante nga KQZ-ja, sepse ata kishin frikë ta përmendnin LRE-n dhe Galdinin. Sepse regjimi Rama, Berisha, Meta kishin marrë vendim që do të funksiononte, do të lejohej në media vetëm ajo parti dhe vetëm ato parti që u kishin dhënë leje ata për me funksionon. Pra Shaba, Lymi, Gjozi dhe Patozi. Pra, ne pam këmbgulljen e regjimit për me e mohu ekzistencën e Arjan Galdinit dhe të LRE-s. Ne pam dhe vuajtëm mbi kurriz. Ne pam dhe jetuam mbi kurriz. Dakord? Por pse ndodhte kjo? Sepse shqiptarët nuk duhet ta dinë që ekzistonte një alternativë tjetër. Shqiptarët nuk duhet ta dinë që ekziston dhe LRE, që ekziston dhe Galdini. Shqiptarët nuk duhet ta njohin LRE-n dhe Galdinin, nuk duhet. As duhet ta keni den fare, madje shqiptarët shqiptarët duhej me çdo kusht i mvishnin Galdinit dhe LRE-s pa aftësi, dobësi, dështim, sepse shqiptarët nuk e kuptonin që ne nuk kishim si fitonim, ne nuk kishim si shfaqeshim, ne nuk kishim si pranoheshim nga shqiptarët pa na njohur shqiptarët. Kaq e thjeshtë është. A mund ta votonin shqiptarët, a mund ta kuptonin shqiptarët dikë që nuk e njihnin? A e kuptojnë shqiptarët dikë që nuk e shohin televizor? A arrin shqiptarët t'i japin përgjigje vetes për me kuptu dikë që nuk e shohin televizor, për cilin nuk flet as televizori, as analistët, as mediat? Jo. Kështu që të mbetur vetëm me rrjetet sociale, ne përfunduam në një rezistencë morale, epike, e cila për llogarit regjimit dhe për çfarë i takonte regjimit duhej të shuhej. Sa ta nuk doni që ne të vazhdonim. Madje kur e panë që nuk po shuheshim nga mohimi dhe ndalimi mediatik, ata nisën dhe fushatën në baltës, shpifjeve, sajesave, kundër Arjan Galdinit, sepse çfarë nuk e rrëzuan dot me mohim, donin ta mbulonin me baltë. E ne prap qëndruam në këmbë. E ne prap vazhduam me rezistencën tonë morale, qytetare, bijitoze, njerëzish
të ndershëm, të papërlyer, që qënduam bashk pa fitim, pa përfitim, pa bonuse, pa premtime, pa arritje, pa sukses, madje duke thyer Turinës bashku. Të bësh rezistencë morale, kur të gjithë kanë prirjen, kanë nevojën për atë korridorin e shkurtër të përfitimit të një statusi social, të një ndjesie që janë të pranuar nga të tjerët, që janë si të tjerët, që janë bashkë me të tjerët, që janë tek pjesa e bukur e suksesit, e arritjes, e shkëlqimit, e ndriçimit. Sigurisht nuk është e kuptuar nga shumica e njerëzve. Sigurisht që rezistenca morale shpeshherë konsiderohet si ashpërsi, xhelozi, zili, dështim. Pra ka shumë emra që ja vendosin mendjet e vogla rezistencës sociale, morale. Por ne nuk jemi lëkundur. Pikëspari ne jemi lëkundur sepse ne besojmë, dhe së dyti ne nuk jemi lëkundur sepse ne nuk na kanë tërhequr vorbullat e shumicave. Por e ditën që Arian Galdini ka dalë të flasë publikisht për të vërtetën, nuk ka patur iluzion që ka qenë shumicë ndonjëherë apo që do bëj shumicë shpejt. S'kam patur iluzion, shumicën e ka patur PS, PD, PL, LSI. Prej 44-ës, e këtej në Shqipëri, shumicën, gjithmonë këta e kanë patur në Shqipëri. Partia e Punës, Enver Hoxha, Ramiz Alia. Partia Socialiste, Fatos Nano, Edi Rama. Partia Demokratike, Sali Berisha, dhe LSI-ja me Ilir Metën mes. Kush i ka patur tjetër shumicat në Shqipëri? Se mund thoni ç'të doni, por e vërteta kokëfort është kjo që po ju them unë. Unë nuk kam patur kur iluzionin. Nuk kam patur kur iluzionin e të qenurit shumicë. Nuk kam patur kur iluzionin e të qenurit i pëlqyer, i preferuar apo i mbështetur nga shumica. Ndaj, mbasi u provuan dy eksperimente, në 2021 partitë e reja, pra Shaba, Gjozi, Patozi dhe Lymi, u provua skenari 2025-ës me 4 partitë të reja, ku ricikluan Shabën, që tani e bën avokat populli, Shaba, Lapa, Qorri, Sheaj. E bën mor eksperimentin. E bën 2 herë mor, 2021-shin, 2025-ën. Dhe është e njëjta lojë mor njerëz. Sepse kur unë ju thoja që ata janë gjithë bashkë dhe partitë e vjetra krijojnë partitë e reja për me i pas për 2 arsye. Në ditë të keqe, tu pasojnë topin nëse u shkojnë punët keq, sepse i kanë njerëzit e tyre, ama nëse u dalin punët mirë dhe llogarit mirë dhe negociatat mirë dhe ata mund ta vazhdojnë lënë vet, i shkrijnë, i dështojnë, i bëjnë çfarë duan, i rrethrrotullojnë, bëjnë çfarë duan, sepse kështu dekurajojnë shqiptarët për mos me besu kur shqiptarët se një e re mund t'ja dalë mban. Tani jemi tek skenari protesta, revolucioni. E po ma dëgjoni këtë zë që po ju them unë. Është i njëjti skenar. Dhe nëse doni ta shikoni me sy hapur, është i njëjti skenar kur tani ata janë kaq keq dhe kaq në hall sa janë për herë të parë të detyruar të jenë në të njëjtin shesh. Dhe para se të bëni pralla, pyesni veten, çfarë i bën bashkë aty edhe berishistët, edhe antiberishistët, edhe bashistët, edhe antibashistët, edhe alibeaistët, edhe anti-alibeaistët, edhe salianistët, edhe anti-salianistët, edhe partitë e reja, edhe partitë e vjetra, edhe grupi parlamentar të PD-s, edhe strukturat e PD-s, edhe gjithë ish drejtorët e PD-s, LSI-s, PS-s, edhe gjithë drejtorët e PS-s,
Çfarë i bën bashkë? Se e kanë bërë atë revolucion si shplarje, shko aty, futi 2 video, gënje njerëzit, bashtroj njerëzit, revolucioni më i bukur, është shplarja, më është shplarja, se po e ndjejnë që Spaku po u ha Gurmazin. Spaku po u ha Gurmazin, po u ka paran, po u ka paran, u ka kapur paran kriminale. I gjithë ky zhvillim që ata na e kanë shitur si sukses, është mbi para të vjedhur mbi shqiptarët dhe mbi para kriminale. Dhe Spaku, për herë të parë, po kap paran, po u sekuestron kulla, rizorte, ndërtime, dhe janë të trëmbur se janë të gjithë xhambazët prapa çdo investimi strategjik. Prandaj janë të gjithë bashkë aty. Të gjithë, partitë reja dhe partitë vjetra, janë të gjithë bashkë. Po si s'mendoni më, qa e gëzon një lloj Sali Berishën me Agron Sheajin? Ilir Medën me Adriatik Lapajn? Çfarë i gëzon një lloj ata? Pse gëzohen një lloj ata për protestën? Pse kanë të njëjtat fjalë për protestën? Këtu është populli, qytetaria, populli, rinia. Lexoni statuset e gjithë deputetëve të PD-s, të LSI-s, të gjithë strukturave të PD-s dhe të LSI-s, të gjithë drejtuesve të partive të reja, identike, motamo, protesta më e bukur që ka parë Shqipëria. Tani ky ose është keq kuptimi më i madh historik, që njerëzit se kuptojnë se për çfarë janë aty, që do ishte prap fatkeqësi, ose ky është mashtrimi më i madh historik që po u bëhet shqiptarëve. E unë nuk kam ndërmend të hesht kur shoh këtë mashtrim skandaloz që po u bëhet shqiptarëve. Po ju mashtrojnë, po ju tallin, po ju mashtrojnë dhe po ju tallin. Ai shesh është bashkimi i gjithë xhambazëve. Sigurisht që aty ka dhe shumë qytetarë të ndershëm, të thjeshtë që nuk arrin dot ta kuptojnë. Sigurisht, por po përdoren. Hajde mase juve anonimët, keni flet, do flini prapë masit mbaroj, po hajde. Po ik po tash kur bëni juve anonimët. Jeni të mashtruar, dhe ju anonimët jeni mashtruesit më ndonjë pjesë e makinerisë. Po ti që nga emri që i vë vetes mafiozi, kur flet për ata, ti mafiozi, kur i vë emrin vetes mafiozi, kuptohet kush janë ata në diasporë. A i vëjmë, andish mafiozi ti? Qa lidhje ka emrit mafiozi me lirin, me dignitetin dhe me demokracin? Qoftë edhe për shaka. Ha? Se juve që nga emri dallojeni. Ore, njeriu ja vë emrin vetes. Po, e di që ndihmon njerëzit, e di. Ashtu thoshte edhe Pablo Escobari. E di. Po iko xhan. Mashtrimi më i madh që po bëhet shqiptarëve. Dhe po ndodh në një kohë kur të gjithë zagarëve që kanë vjedhur shqiptarët nga 44 e këtej po u afrohet fundi. Tani kush jam unë që po ja them këtë gjë? Unë jam Marian Galdini. Jam ai që kam që në vitin 2009 që ju them të vërtetën. Jam ai që në datë 24 mars 2020 po ju them të vërtetën. Jam ai që ju kam thënë që Rama, Berisha, Meta janë bashkë, kur ju zguxoni ta thonit. Jam ai që kam luftuar vetëm kundër mafjes farmaceutike dhe kundër ilaçeve të falsifikuara dhe të skaduara. Jam ai që kam denoncuar skandalin tek onkologjiku. Jam ai që jam përballur me Ilir Beqen, me Edi Ramën, me Ogerta Manastirliun.
Jam ai që jam përballur me Tom Doshin. Jam ai që jam përballur me Ilir Metën. Jam ai që jam përballur me Sali Berishën. Jam ai që jam përballur çdo ditë me Ilir Metën dhe me të gjithë xhambazët, edhe me Edi Ramën dhe me gjithë xhambazët. Dakor? Po unë nuk bëhem pjesë e mashtrimeve. Ne nuk lejoj që mashtrimet e mëdha kombëtare. Mashtrimet e mëdha kombëtare të vrasin shansin e madh kombëtar. Spaku po u ndjek kallajin. Ju duket e rastishme juve që aty sheshi buçet kur Spaku po konfiskon prona, risorte, hotele të gjithë oligarkëve. Dhe në burg do i shikoni të gjithë. Me Zamirmane, me Çet Kastrat, me Bashkimule, me të gjithë. Në burg do i shikoni. Po prandaj është sheshi plot. Se oligarkët po paguajnë para për këtë mashtrim. Se Edi Rama, Sali Berisha, Ilir Meta, po mobilizojnë gjithë strukturën e tyre për këtë mashtrim. Si partitë e reja, si që janë mashtrim partitë e reja, mashtrim është dhe ky revolucion. Mashtrim është dhe ky revolucion. Ky revolucion po bëhet bileta e mbijetesës. Është shpresa e fundit e Sali Berishës dhe Edi Ramës për me u riciklu. Ky revolucion, patjetër më, partitë e reja dhe revolucioni i ri, Shqipëria e re, o e kuptoni çat turpi, gjenerata Z, gjenerata e 2026-ës, me parulla Shqipëria shqiptarëve, vdekje tradhtarëve, nuk ka as imagjinat kthehet ke balli kombëtar. Ka gjumar, ka ikës e tesh ke balli kombëtar. Po a ka turp më të madh më, a ka mashtrim më të madh më. Shikoni parullat më, janë sinkone Enver Hoxhës, sinkone Sali Berishës. Parullat e Berishës, parullat e ballit kombëtar, parullat e Partisë Punës, kaq më. Kaq, mashtrim kolosal. Si që mashtruan në 90-ën, Ramiz Alia me Nexhbia Hoxhën. Si që ju mashtruan në 90-ën, Ramiz Alia me Enver Hoxhën dhe hop, ju futën Berishën, Ramën, Metën, Nanon, Gjinushin, e gjithë të tjerët. Ky është mashtrimi më kolosal. Është dhe më i madh se në 90-ën. Është dhe më i madh se në 90-ën. Dhe kaq. Këtë fiksoheni, dëgjojeni dhe mbajeni mend. Këtë fiksoheni, dëgjojeni dhe mbajeni mend. Dhe kur sheshi të jetë bosh, atëherë do e masim kulturën tuaj, dinjitetin tuaj. Atëherë do e masim sa këllqe dhe sa të zgjuar jeni. Atëherë do e masim. Do e masim kur sheshi të jetë bosh. Sepse ndershmëria e qytetarit është kur sheshi është bosh. Jo kur gafureni si trima se keni turmën plot. Kokra mashtruesish jeni skudha. Jeni skudha. Bëheni trima vetëm në turm. Skudha. Zgjimi nuk bëhet kur ti fshihesh në turm. Zgjimi bëhet kur ti guxoni vetëm. Zgjimi dhe kurajë qytetare, kombëtare është kur ti guxoni vetëm. Kur ti e refuzon të keqen, vjedhjen, mashtrimin, bataçillikun, liksin, çdo ditë i vetëm. Ai është zgjim kombëtar, jo turma. Sa do e madhe të jetë turma është mashtrim. E ka thënë Sokrati 3000 vjet më përpara. Edhe 500 Sokrat po t'jenë në turm, po u bën turm, turma është turm, ka thënë. Aq. Unë jam Arian Galdini, unë jam LRE dhe unë jam Rinisja.
Nëse më vendosni përballë revolucionin, unë ju them, unë jam rinisja. Unë jam rinisja. Doni të ndryshojmë Shqipërinë, bashkohuni me Arjen Galdinin dhe me rinisjen. Doni të mbani prapë Ramën me Berishën, vazhdoni me revolucionin. Mirupafshim.